granata të tupshme, pasi thot që Molotovët i edhin vetë policët pasi ne organizojmë protesta paqësore. Ndërkohë në teren rezulton krejt e kundërta, janë efektivet e policisë, ata që po marrin flak nga Molotovët e Berishës. Megjithatë, patjetër shteti duhet të funksionojë. Unë jam i sigurt që nuk do kemi 21 janar tjetër, sepse forcat e policisë do funksionojnë në bazë të ligjit dhe nuk do kemi tejkalim të tij. Por duhet të funksionojnë deri në fund. Po thua nuk do kemi një 21 janar tjetër pasi nuk është më Berisha në pushtet? Mund të dëshiroj ndonjëri, po të garantoj, po e shoh me vëmendje funksionimin e policisë së shtetit, e cila është në pozicion mbrojtje, nuk ka asnjë sulm, nuk ka goditje me armë, ka vetëm goditje me ujë, uji nuk të vret, uji vetëm të kthjellon kur të ka ikur mendja, kështu që ky skenar është i paralizueshëm edhe nëse mund ta dëshiroj njëri. Ajo që do thoja, në analizën time personale është dje zoti Berisha për shkak të suksesit të jashtëzakonshëm që pati zoti Rama në Washington. Duket Artur sikur Berisha nuk ka më respekt për askënd, nuk ka moral më. Pasi përballë pushtetit të tij vendos gjithçka. Ne shohim që në muajin e shenjtë, Artur, të lutem më dëgjoj. Ne shohim që në muajin e shenjtë të Ramazanit, besimtarët ndodhen në xhami duke u lutur dhe militantët e opozitës hedhin molotov në shesh duke prishur lutjet e tyre dhe gjithashtu duke prishur muajin e shenjtë të Ramazanit. Pse ndodh diçka e tillë, Artur? Teksa në fillim më herët para se protestat të fillonte, Berisha deklaroi që militantët apo opozita nuk do kaloj pranë xhamisë në respekt të besimtarëve musliman. Ndërkohë shohim krejt të kundërtën në këto pamje. Besimtarët musliman duke u lutur në muajin e shenjtë të Ramazanit në xhami dhe militantët e Berishës duke hedhur molotov. Unë pash në transmetimin ton të ABC Newsit pash një grup muslimanë të cilët dolën nga xhamia dhe po largoheshin. Padyshim me një lloj frike duke parë rreth rrotull, kështu që padyshim kjo le një shenjë të hidhur tek gjithë besimtarët dhe kush e njeh besimin islam e di shumë mirë që gjatë periudhës së Ramazanit ato nuk pranojnë as të grinden, vetëm të respektojnë vullnetin e tyre mbi hynin. Kështu që unë besoj që do të ketë një reagim nga komuniteti musliman dhe duhet ketë një reagim nga komuniteti musliman që nuk është respektuar dita e agjerimit, nuk është respektuar vullneti i tyre për të komunikuar me të përtejme. Dhe sigurisht nuk do të ishte keq i komuniteti musliman të reagonte për shkak se tashmë trazira, protesta ka shkuar ke dera e xhamis, ka shkuar ke ju e dini shumë mirë që Islami do të thotë paqe. Islam nuk do të thotë dhun. Por ajo që doja të shtoja është që Berisha dje tha, unë jam njeriu më paqësor. Më keni dëgjuar që gjithmonë flas për protesta paqësore. Sot Berisha ishte në krye të marshimit. Dhe sot Berisha nuk e ndoqi protestën nga zyra e tij në Partinë Demokratike. Sepse donte që ti mbante të mobiluar të gjithë ata protestues, cilët sigurisht nga momenti që Berisha tha që janë individ, pra nuk i dha mbështetje politike, janë trembur. Dhe sot Berisha i dha mbështetje politike atyre. Dhe nuk mund të thotë nesër që unë jam politikani më paqësor, sepse Berisha ishte prezent, sot e ndoqi nga afër, nuk e ndoqi larg, kështu që nuk mund të shfaqsohet për çfarë po ndodh aty. Ajo që duhet të ndodh tash, duhet të ketë një reagim të komunitetit musliman, një reagim sigurisht paqësor, nuk e di nëja lejon muaj i Ramazanit një gjë të tillë, por mund të presin të kaloj muaj Ramazanit dhe do duhet që ta kthjellojnë. Kisha Katolike përgjithsisht ka reaguar në zhvillimet politike të cilat tejkalojnë në dhunë. Dhe nuk do të ishte keq edhe komuniteti musliman të reagonte, ti tregonte politikës që ca limite kur afrohen ke feja duhet të respektohen. Artur, më lejo, do rikthehem sërish tek ty, pasi dua të kem një komunikim tjetër të drejt për drejt me kolegun Andon Kello, ndodhet pranë kuvendit atje ku vetëm pak më parë u hodhën molotov.